Belinda Balluku do të rikthehet në detyrë si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë në qeverinë e drejtuar nga Edi Rama. Gjykata kushtetuese ka ngrirë efektet e vendimit të gjykatës së posaçme për pezullimin e numrit 2 të qeverisë, duke pranuar ankimimin e kryeministrit dhe duke caktuar datën 22 janar 2026 për shqyrtimin e plotë të çështjes. Me shumicë votash, gjykata kushtetuese vendosi pezullimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar për pjesën që kanë disponuar caktimin dhe vazhdimin e masës ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik ndaj shtetases Belinda Balluku sipas nenit 45 të ligjit organik të gjykatës. Shumica antarëve të gjykatës kushtetuese vendosi gjithashtu kalimin për shqyrtim në seancën plenare të pikave të tjera të kërkesës së kreut të qeverisë për zgjidhjen e konfliktit të kompetencave mes gjykatës posaçme dhe kryeministrit të Këshillit të Ministrave. Kryeministri Rama pretendon se vendimi i GKK-s cënon parimin e ndarjes pushteteve pasi ndërhyn në kompetencat kushtetuese të organeve që propozojnë, emërojnë dhe miratojnë ministrat. Gjykata vendosi me shumicë votash kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare publike për shkak të interesit të lartë publik që paraqet, si dhe thirrjen në cilësinë e subjekteve të interesuara të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, gjykatës së posaçme të shkallës së parë, Kuvendit të Shqipërisë dhe Presidentit të Republikës. Një argument ky që kërkesës së kryeministrit është se antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit, sipas nenit 103 të Kushtetutës, e përrjedhoj duhet të përfitojnë nga të gjitha garancitë procedurale të parashikuara nga Kushtetuta dhe legjislacioni penal. Sipas Ramës, vendimi i GKK-s për pezullimin nga detyrat të një ministri përbën të kalim kompetencash dhe cënim të këtij imuniteti. Kreu i qeverisë i kërkoi gjykatës kushtetuese të japë një interpretim autentik të nenit 103 fraksion 3 të Kushtetutës për të sqaruar shtrirjen e mbrojtjes kushtetuese ndaj masave penale që prekin ushtrimin e funksionit ministror. Vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese pritet krijojë një precedent me ndikim afatgjatë në mënyrën se si trajtohen çështjet penale që përfshin antarë të Këshillit të Ministrave.